Një nga krimet më të mëdha, pyetja tjetër e zotit Boçi, është një nga krimet më të mëdha dhe ende të pasbardhura për sa i përket autorëve, jo thjesht zbatuesve për cilët ka akuza konkrete nga numri 2 i qeverisë së atëhershme, është kanabizimi i vendit në vitet 2016-2017 e në vazhdim. Pastaj vazhdoni për shtrimin tuaj dhe pyetja është: a keni filluar ju një hetim konkret për këtë krim me autor kryeministin e Shqipërisë? Jo, nuk kemi filluar një procedim penal të tillë. Pyetje tjetër. Tani, ish ambasadori Donald Lu në 2016 deklaroi dhe ministri i atëhershëm Xhafa e pranoi se në Shqipëri ekzistonin 4 familje mafioze dhe 20 grupe kriminale. Ndërsa ju në një konferencë për shtyp ke njoftuar se njihni mirë klanet mafioze dhe mënyrën e organizimit të tyre. Unë nuk besoj se kjo ishte një deklaratë politike, por transmetim të dhënash nga organet ligjzbatuese partnere. Grupet se takon luftës, pyetja është: a keni sot për të na transmetuar një rezultat konkret se cilat nga këto familje keni neutralizuar dhe cilët nga grupet lart përmendur keni azhësuar? Nuk besoj të më listoni ato që zbuluan nga dëshmitë e Nureddin Dumanit se aty gjithçka ishte rastësore. Tani, sa i takon rezultateve të prokurorisë së posaçme në luftën kundër krimit të organizuar, vetmja, domethënë, një ndër gjërat për cilat prokuroria e posaçme duhet ndihet krenare është pikërisht lufta kundër krimit të organizuar. Sepse falja dhe bashkëpunimit që kemi patur me gjithë agjencitë partnere të vendeve të Bashkimit Evropian, pa përjashtim, me vendet në rajon, me Mbretërinë e Bashkuar, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe mbi një vit e gjysmë edhe me vendet e Amerikës Latine, kemi arritur të ndërtojmë vendhetime të suksesshme, me të cilët Shqipëria mburret dhe në Eurojust si model suksesi. Kjo është dhe kemi vazhduar dhe vazhdojmë të bashkëpunojmë ngushësisht me agjencitë partnere të cilët na kanë besuar dhe vazhdojnë të na besojnë. Dhe ky besim që na është dhënë nuk është a priori, jo. Është besim që na është dhënë sepse e kemi merituar, sepse në bashkëpunimin me ta kemi treguar sa serioz dhe sa korrekt, sa profesionist jemi në hetimet e përbashkëta që kemi patur me agjencitë partnere. Dhe se kam dëgjuar shpesh që bëj një krahasim mes prokurorisë posaçme dhe prokurorisë së krimeve të rënda. Dhe patjetër, unë kam qenë pjesë e prokurorisë së krimeve të rënda dhe jam krenar që kam punuar edhe krimet të rënda dhe kam dhënë dhe kontributin tim edhe aty që kur ka filluar jo prokurori dhe për kolegët e prokurorisë së krimeve të rënda vërtet kanë qenë prokuror profesionist dhe vlerësim maksimal për ta. Por, vetëm një shifër ju jap. Nga viti 2004 deri në vitin 2019 nga krimet e të rënda janë trajtuar, jo gjykuar, janë trajtuar rreth 718 subjekte. Vetëm në 5 vite e 10 muaj SPAK ka tejkaluar këtë shifër. Dhe niveli sofistikimit të krimit organizuar sot as që mund të krahasohet me shkallën e organizimit që ekzistonte 10 vite më parë, 12 vite më parë, as 6-7 vite më parë, sepse krimi organizuar shumë dinamik dhe ajo që është që duhet vërtet vlerësuar maksimalisht është ky bashkëpunim i prokurorisë posaçme me gjithë agjencitë partnere zbatimit ligjit, përfshirë këtu edhe ato të Amerikës, harrova të them FBI-n edhe